është një histori që po e ndiqja, është për momentin gjyshi i një gruaje në Amerikë e cila Lindsay Clancy që në 2023-shin ka vrarë 3 fëmijët e saj, ka mbytur 3 fëmijët. Dhe po të shohësh Lindsay në foto dhe në historinë e bashkëshortit të vet që e para ka një portret të mirë. Ka një portret mirë, domethënë, pavarësisht se tash ndoshta shikimi i saj është bërë ka ndryshuar, por ka një portret dhe ka qenë shumë e përkushtuar. Dhe ajo atë ditë burri iku, thonë që kjo e ka menduar, por gjithsesi burri iku në punë, kjo luajti në dëbor me fëmijët, i çoi video tjëmës, u fut në shtëpi dhe i mbyti njërin pas tjetrit dhe pastaj kjo u hodh nga kati i dytë. Ngeli i paralizuar, vazhdon të jetë paralizuar tër jetën, është paraplegjike, por u hodh që të vriste veten dhe shpëtoi në këtë rast. Dhe Lindsay është bërë një diskutim shumë i madh në Amerikë, sepse kjo ka kërkuar disa herë të vetë shtrohet në spital. Okay. Ka pasur episode të tjera. Fëmia e fundit ishte 8 muajsh, pra sa kishte lindur, ka një 5 vjeç, 3 vjeç, dhe ka kërkuar ndihmë her pas here që nuk jam mirë dhe më ndihmoni se mund vras fëmijët, i ka thënë burrit. Nuk jam në Terezi. Gjithmonë e kanë liruar se thashë nga burgu, po nga spitali, duke thënë që është okay, ka asnjë problem, është okay. Pastaj e diagnostikua me postpartum, i dhanë disa ilaçe që thonë se dhe këto ilaçe ndikuan. Dhe tash natyrisht është diskutime dhe ky debati që e ka paramenduar krimin apo se ka paramenduar, apo janë medikamente psikiatrike që ka marrë në muajt para tragjedisë, ka marrë antidepresiv dhe barna kundër ankthit. Ka pas paqësi kronike, depresioni kishte të gjitha. Tani është diskutimi mes atyre që se kuptojnë postpartumin dhe atyre që mendojnë kjo vrau fëmijët e vet, futen në burg, dhe të tjerë që thonë ore, kjo ka qenë një situatë që nuk e ka kontrolluar. Dhe bashkëshorti i saj, i cili erdhi në shtëpi dhe gjeti 3 fëmijë të mbytur, dhe ai ka thënë kjo është një super nën, ka qenë një super nën gjatë gjithë kohës. Domethënë, ka ndodhur kjo por që ka qenë shumë e përkushtuar. Pra ky është një rast thjesht psikoza postpartum, është një rast shumë i rëndë ky. Po, ka edhe raste kur zhvillohet depresioni, domethënë në këtë nivele, për shkallëzim quhet, që ti mund mos e kesh trajtuar edhe shfaqen më pas edhe deluzione, halucinacione, pra shkëputje nga realiteti, të mirëfillta, jo më vetëm besime. Po. Tani nga historitë e tua, sepse nuk është hera e parë që para ca ditësh prapë në Amerikë vrau njëra fëmijët e vet, vrau 2 fëmijë. Dhe ajo nën e mirë. Okay, s'po them të super shtëpi kështu se kjo s'ka lidhje fare, por nën e mirë, quaj me fëmijët e kështu, whatever. Dhe kjo i vrau. Tani ç'a ndodh në trurin e një nëne që vret fëmijët? A ka ndonjë, jo shpjegimin grek të lash, po a ka ndonjë shpjegim tash psikologjia ç'a ndodh, pse nëna në këto momente kaq të rënda do ta mbys? Pse do të mbys? Ç'a simbolike ka kjo në një lloj simbolik, pra? Ç'a ndodh te mbytja? Është mbrojtje? Është i ka me vete? Do t'i shpëtoj këta fëmijë? Për fat të mirë, nuk është një nga patologji që shfaqet shpesh. Më shumë është baby blues që shfaqet, pastaj vjen depresioni. Jo, ky është fat i mirë në fakt, por dhe pjesa e psikozave mund të kërkojë, siç e themi, një kombinim të faktorëve që mund të çojë në këtë pikë. Mund të jenë dhe predispozita të mëhershme që personi mund të ketë pasur ose mund të ketë prirje për të kaluar në skizofreni apo psikoz. Që ti ke shkëputje, siç themi ne, në gjuhën klinike, pra ti nuk je në kontakt me realitetin. Pra mendon gjëra që të tjerët nuk i mendojnë në mënyrë racionale. Dhe ti fillon edhe ndoshta ke një besim që mund ta bësh. Ka momente kur ata janë edhe në kontakt me realitetin dhe shikojnë që gjendja e tyre kur analizojnë, nuk ka qenë në rregull, siç dhe në rastin që ka ndodhur që e ke lexuar, ajo ka thënë un kam nevojë për ndihmë. Pra tek këtu e ka matur veten që ka qenë në tentativa për t'i bërë. Dhe këto janë sinjale të njerëzve, por janë sinjale që zakonisht do t'i kapi njerëzit e tjerë që janë në rreth e përqartë këtij personi dhe jo vet ajo, sepse ti kur shkëputesh nuk je vetëdijshme. Në rastin e psikozave. Janë të tjerë që e shikojnë tek ty. Por duket se në rastin konkret ka pasur dhe një mohim nga partneri. Pra ka familjar që nuk arrin dot ta pranojnë që ti mundesh të kalosh në këto ekstremitete. Thjesht e mohojnë. Kjo e kishte thënë, nuk e di kur ka ndodhur vrasja, se ai kam datën këtu. Por ja kishte thënë në 24 janar për Krishtlindjen, unë me sa më mund nga që kam lexuar, ja kishte thënë që
Ka qenë dhe në spitale. Ki kujdes edhe mund të vras kalamajt, kupton? Po duhet bëjmë një diferencim, se ka shumë nëna që mendojnë. Shiko, mendimet intruzive që ne përmendëm në herën e parë, janë disa mendime që i kemi të gjithë. Por thjesht nuk japim rëndësi. Ose nuk i themi. Për shembull, unë e bëj si shembull klasik, kur jemi në balkon, ne të gjithë mund të na kesh shkuar mendja ndonjëherë, po sikur të hidhem, po sikur të dal përpara makinës, këto janë mendimet intruzive që ndonjëherë i mendojmë, thjesht ne na shkalojmë. Dhe këto mendime mund t'i kenë dhe nënat që kanë thjesht depresion. Por që janë mendime, nuk janë tentativa. Ndoshta në rastin e psikozave ndryshon, sepse aty shfaqen, pra nëna duket që ka shkëputje. Prandaj them që partneri nuk ka qenë pranues i realitetit. Pra i mund të ketë parë që ajo ka qenë gati t'i bëj keq vetes, tjetrit. Pra janë episode që duken para se të shkosh në këtë pikë. Unë thjesht jam kurioze që në momentin që se unë mendoj që nëse nëna të shkoj tek fëmijët e vet, në çdo lloj, se edhe në psikoz ke një mendim. Edhe aty është një mendim që të thot, një zë, ku di unë se çfarë të thot ty që ta bësh atë gjë. Po unë e shoh si një sikur do t'i mbroj ata, domethënë do t'i mbroj nga diçka. Nuk e ka sikur do t'i shkaktoj vuajtje. Më duket me kalamajt. Pra, nuk i vret t'i shkaktoj vuajtje. Se ti e mendon që vrasje do t'i bësh keq fëmijës. Duket sikur në trurin e këtyre këto nuk e kanë këtë gjë. Unë kështu mendoj, një pjesë e madhe e nënave ka vrarë dhe veten, pra i ka marrë me vete. Ka dhe psikoze që i kanë marrë nga dramat e burrit të tyre. Kemi dhe rastin e Shkodrës që u hodh nga ura bashkë me fëmijë, domethënë për histori tjetër, një psikoz që më vonë. Po këtë kështu e shoh unë, ndoshta e shoh çik poetikisht, po janë të ndryshme, të dy rast mund të ndodhin të dyja brenda psikozës, por zakonisht në psikozë nuk ke mendim shumë për mbrojtjen, që nga më poetike se mendimi. Janë gjëra të cilat nuk kontrollohen, pra janë shkëputje të tilla që ti nuk e bën lidhjen emocionale që unë po i mbroj fëmijët. Je bën sepse ke një shkëputje që nuk të korrespondon fare me realitetin që po jeton. Dhe bën në një moment ku ka munguar dhe logjika dhe sensi i çdo gjëje që ne mund ta quajmë racionale. Dhe në këto mendime jo racionale ka qenë her pas here edhe Marinela, të cilën e kemi në link.